Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. E falenderojmë Allahun te bareke ve taala, salavat dhe selamet dërgojmë të dërguarin ton. Dëshmoj se nuk meriton as kusht adhurohet pa sallat azza wa jall dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Vazhdojmë me kapitullin ose me mëkatet e mëdha të gjuhës, ku autori në radhën e këtyne mëkateve të mëdha që i ka numëruar, ka përmend edhe një nga mëkatet më të mëdha, e që është al-kadhib ose gënjeshtra. Gënjeshtra ose rana faktikisht është e kundërta e të vërtetës, e kundërta e realitetit. Edhe ajo vjen me dy kuptime në tekstet sheriatike. Është ajo e cila nuk përputhet me gjendjen e zemrës, ose kur dëshmon njeri diçka e që në zemër mshef diçka tjetër, dhe e dyta kur njeri flet diçka që nuk përkon me realitetin jashtë ose me atë që ndodh ose me të vërtetën e thonë ryshe. E që në kuptimin e parë është si çështja e munafikut. Munafiku dëshmon se Muhamedi është Rasulullah. Ai dëshmon. Edhe kjo si lajm është i saktë, si fjalë është e saktë. Mirë po është gënjeshtër në kuptimin se gënjen zemra e tij. Sa me zemër nuk e beson këtë. Dëshmon diçka që nuk e ka, që nuk e beson me zemër. Ndërsa diçka që njëri e thot, që dim, s'ekziston, s'është e vërteta në realitet, s'ka ndodhur ashtu, ose s'është duke ndodhur ashtu, dhe njëri dëshmon të kundërtën e saj, domethënë kjo është rana e njohur. Mirë po në tekstet sheriatike, gënjeshtra i referohet edhe munafikisë ose hipokrizisë, pra kur njeri dëshmon dhe flet atë që nuk e ka në zemër. Pra është e kundërta e sidqut ose të vërtetës. Qoftë të vërtetës që njeri e dëshmon dhe thot atë që ka në zemër, pra me gjuhën e tij e vërteton atë që ka në zemër, qoftë të thot vërtetën në raport me lajmin ose ajo që ka ndodhur. Autori në këtë kapitull ka përmend disa ajete dhe disa hadithe. Ka përmend ajetin kuranor ku Allah thot innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minun bi ayati Allahi wa ulaika humul kadhibun. Dhe Allah subhanahu wa taala shpifin gënjeshtra vetëm ata të cilët nuk besojnë në argumentet ose shenjat e Allahut, dhe të tillët janë gënjeshtar. Allah subhanahu wa taala me këtë ajet kuranor na tregon se gënjeshtra është cilësi e kufrit, është cilësi e munafikave, po mendoj e pabesimtarëve, kafirave. Ata gënjejnë. Dhe është cilësi e munafikave. Me një fjalë është deg prej degëve të kufrit, përderisa thonja e vërtetës është deg nga degët e imanit. Kjo është e vërteta. Gënjeshtra është sifat, cilësi, veçori e pabesimtarëve, e vërteta thonja e vërtetës është cilësi e besimtarëve. Me pa ndodh që besimtarit gënjen, ndodh. A ndodh që pabesimtarit ta thot vërtetën, ndodh. Fakti që njëri ka një cilësi të imanit nuk e bën musliman, a? Nëse një pabesimtar thot vërtetën për një aspekt ose është korrekt, për një lajm ose për diçka, kjo nuk e bën atë musliman. Sikurse kur një njeri besimtar rën ose gënjen, e ka një cilësi të kufrit dhe një fakut, kjo nuk e bën automatikisht ato pabesimtar ose munafik. Por realiteti është cilësi e kufrit, është cilësi e kufrit, është cilësi e jo besimtarit, është cilësi e jo besimtarit rënë, edhe munafikut, jo e muslimanit, nuk ka cilësi e muslimanit. Andaj Allah subhanahu wa taala na paralajmëron që të ruhemi nga kjo cilësi, e cila është cilësi e pabesimtarëve, të cilët mohojnë dhe nuk besojnë
argumentet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ajetin tjetër që përmend autori është fjala Allah subhanahu wa ta'ala walahum adhabun alim bima kanu yakdhibun. Allah flet këto ajetet e munafikëve në surën Al-Baqara, ku thot Allah azza wa jall atyre u përket dënim i dhimbshëm ose ju takon ose meritojnë të dënohen me dënim të dhimbshëm për shkak se kanë qenë gënjeshtar. Kjo është pra cilësia e munafikëve, cilësia e pabesimtarëve. Dhe ajetin e tretë që përmend autori, thot ajetin fjalën Allahut wailul likulli affakin athim. Mirë për çdo gënjeshtar mëkatar. Me thonë, gënjeshtëra është ka përfshirë me gënjeshtën mëkatet e gjuhës, kurse këtë rast si mëkatar, mëkatet ose gjunat e veprave tjera ose gjymtyrve tjera. Mirë, kjo fjala vajl, që thotë mirë për ta, vjen në kuptimin që është na edhe po e përkthejmë këtu, që është fjalë kërcënuese. Mirë po, disa për komentimeve të Kuranit në këtë rast të këtij ajeti dhe kësaj fjale kanë se vajl është lugin në xhenem. Pra vajli ju takon ose e meritojnë çdo kush që është gënjeshtar dhe mëkatar. Sa i përket haditheve, autori përmend hadithin e Ibn Mesudit ku thotë se dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Vazhdon hadithi, mirë po kjo pjesë e hadithit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam me të vërtetë thonja e të vërtetës ose me siguri thonja e të vërtetës, të qenë një njeri korrekt për atë që thotë kjo e udhëzon dhe e shpin njeriu në mirësi. El-birr është një fjalë që i përmbledh gjitha të mirat. Në farë forme e përmbledh këtë fenë Allah subhanahu wa taala. Edhe aspektin e akides, besimit, edhe aspektin e shariatit, çdo gjë që është e hajrit edhe mirë e përfshin kjo fjalë el-birr. Edhe ajeti kuranor innamal birru kur përmend Allah subhanahu wa taala krejt ibadet dhe fjalët e mira në mesin e tyre edhe thonjen e të vërtetës, krejt të jenë pjesë të kësaj cilësie. E që birri ose ata që janë vepër mirë, el-bar o shumë si el-ebrar, për ta çka thot Allah subhanahu wa taala, innal ebrara lafi na'im. Besimtarët e devotshëm këtë rast bamirës që kanë mbledh hajrin dhe mira o përmbledh u mbledh të ta në zemrat e tyre, në gjuhët e tyre, në veprat e tyre, ata i gëzojnë begatitë e Allah subhanahu wa taala. Pse? Se çfarë edhe hadithi e pejgamberit sa wa innal birra yahdi ila al-janna. Dhe mirësia shpjen ku në xhenet. Mi shiu këto begati. E që realisht kur Allah azza wa jall po thot begatit i takojnë ose njerëz e devotshëm që janë bëmirës, vepër mirë, ata janë në xhenete të begata. Këtu realisht është kuptimi i 3 llojeve të begative. Begative në këtë botë, begative në varr dhe begative në xhenetin botën tjetër. Sa që thot vërtetën që është i kujdesshëm, ai njeriu jeton në një lumturi, ai jeton në një kënaqësi. Pa marrë parasysh ndoshta që ajo ka njerë vjen ndesh me interesat e tij personale, ka njerë me të afërm të tij ose ku më di se çka mirë, po ajo bën që ti lumtur se është në të vërtetën. Po gjithashtu kjo begati do të vjen shprehje edhe më shumë, do të jetë edhe më e qartë në varr, mirë po do të jetë edhe më e qartë në botën tjetër dhe do të shohim frytet e saj. Vazhdon hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot wa inna ar-rajula la yasduqu wa yataharra as-sidq. Dhe njeriu vazhdon thot që ta thot vërtetën dhe të është i kujdesshëm, të insiston, përpjeket, domethënë ta jap maksimumin që vetëm vërtetën me thon, thot hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, saqë shkruhet te njeriu dhe regjistrohet ose mundet yuktamu për të thënë vuloset te Allah subhanahu wa taala që është njeri i fjalës edhe që thot vërtetën. Domethënë bëhet epitet i tij. E gëzon këtë emër,
Këtë nuk mund të gëzon një njeri që e thot vërtetën një herë dy, po një njeri që thot vazhdimisht vërtetën, edhe është i kujdesshëm që mos me dal nga gjuha e tij vetë se vërteta. Ky gëzon begatit e Allahut Azza wa Jall, që thonjë të vërtetës do ta çon, do ta shpijë në mirësitë e tjera dhe përfundimisht në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, dhe do të shënohet pra te Allah subhanahu wa taala si një njeri i cili e thot vetëm të vërtetën. Kurse e kundërta, pjesa e dytë e hadithit është kërcënim dhe ndërlidhet edhe tekstualisht me gënjeshtrën, përderisa e para është e kundërta e gënjeshtrës, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Thot pejgamberi sallallahu, edhe vërtet që gënjeshtra e drejton e shpije njerin në el-fujur. El-fujur është një emër që i përmbledh gjitha të këqijat. Shpin për në punë të këqija, e shpin edhe në vepra të tjera të këqija, sa që njeri është tani i pakujdesshëm në ato që e thot, dhe është i pakujdesshëm tani edhe në shumë vepra tjera, ku ajo gënjeshtër e shtyn tani në ato vepra tjera të këqija, wa innal fujura yahdi ila an-nar, ndërsa fujuri e shpin njerin në zjarr. E Allah subhanahu wa taala thot, wa innal fujjara lafi jahim. Çu ka thon me të vërtet besimtarët e mirë dhe vepërmirët janë në begatitë e Allahut në xhenete, thot Allah në vazhdim në ajetin tjetër se fujjar janë në zjarrin e xhenemit. E gënjeshtra që shtyn njerin qet fajir, qet mos përfillsh, qet shkels i kufive të Allahut subhanahu wa ta'ala, wa innal fujura yahdi ila nar, wa innar rajula la yakdhibu wa yataharra al-kadhib, dhe vazhdon njeriu sot që të gënjen dhe yataharra al-kadhib, e synon gënjeshtra, e ka synim, i bëhet më shprehi, në farfore me mbjellët e rana, bëhet dukuria e Tirana, bëhet vesi e Tirana, mo nuk ka me rajt një herë, 2, 3, po mo mbjellët rana në zemrën e tij. Edhe synon ranën, synon qëllim e ka me rajt. Atëherë thot, yuktabu inda Allah, hatta yuktabu inda Allah kadhaba, sa që vulloset dhe shkruhet Allahu si gënjeshtar, po e merr epitetin e gënjeshtarit. Bile disa për ulemarë kër e komentojnë këtë fjallë që shkruhet e Allahu si gënjeshtar, thonë se Allahu Azza wa Jall nuk jep sukses të pendohet. Shkruhet, kuptimi i kësaj është që shkruhet dhe vulloset që ai njeri ka marrë fund punën e tij, nuk pendohet prej atij mëkati dhe atij gjunahi. E për ata njeri do të me koni kujdesshëm gjithherë, e mos flasim u bë dukuri e tij rana dhe gënjeshtra. Autori në vazhdim e përmend një ether, një transmetim nga Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, i cili thot, por kjo nuk është hadithi e pejgamberit alayhis salam, por thonje e Abdullah ibn Mas'udit radiallahu anhu, ku thot, vazhdon thot njeriu të gënjen, edhe synon gënjeshtrën, po nuk ka veç rënë e rastit ose diçka, po bëhet shprehje e tij, e bën me qëllim atë, fayankutu fi qalbihi nuktatun sauda, ai lën një njoll të zezët në zemrën e tij. Kam jaftu me thonë një njoll, njoll të zezë, se çdo njoll ja hub bardhësinë, atë pastërtinë diçkaje, këtë rast zemrës. Me po ka thonë njoll të zezë në zemrën e tij. Hatta yaswaddu qalbuhu, deri sa thot nxihet e krijt zemra e tij. Fa yuktaba inda Allahi min al-kadhibin, e shënohet Allahu në mesin e gënjeshtarëve. Çdo mëkat realisht lën në gjurmë negative, në gjurmë të zeza, mirë po në këtë rast e ka veçuar Abdullah ibn Mas'udi gënjeshtrën për arsye se është nona e të këqijave. Shpin në çdo vepër të keqe pastaj shpin gënjeshtra. Allahu na ruaj pastaj normal që kur nxihet zemra ç'a ndodh? Ai reflekton edhe të veprat tona, edhe të gjurmët tona, edhe të fytyra jon. Allahu na ruaj. Përsa Allah subhanahu wa taala kur e përmend ditën e gjykimit thotë yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Thotë atë ditë do të
zbardhen zemra, ka zemra të bardha që shkelqejnë dhe zemra të cilat janë të zeza, të errta. Son, u fal zemra, fytyra. A do të ditë të ketë fytyra të bardha që bojnë nur, bojnë dritë, po do të ketë edhe fytyra të errta. So shfoq pastaj ajo errësira e zemrës e brendshme, o shfoqet do të edhe del edhe në anën jashtme në fytyrën e njeriu. Pastaj autori i përmend dy ethere, të cilat me gjithë kuptimin që kanë të saktë ethere janë të dobta, ose por është hadith, po hadith mursel. Hadith mursel është kur një tabin thuhet se ka thonë pejgamberi alayhis salam, ose ka thonë pejgamberi alayhis salam. Don tabini nuk e ka dëgjuar pejgamberin salam. Pra nuk përmendet se e ka dëgjuar prej një sahabiu apo dikujt tjetër. Se me thonë kam dëgjuar një nga sahabit. Ço më rëndësi cëllë është, se sahabit gjithë janë, domethënë, të besueshëm. Mirë, por ndoshta ky se ka dëgjuar prej sahabit, ka mujt me dëgjuar prej një tabiini tjetër. Që Allah e le më mirë të fjalë si mirë të fjalë. A është i besueshëm ajo. Atëherë, për ata kjo është kategoria hadithit të dobët. Këto rregullat që kanë vendosur dietarët, kanë vendosur për me rujt shejtrinë e Islamit edhe burimive sheriatike që mos më atribu pejgamberit atë thonë vetë ajo që është e vërteta. Sido që tjetë kuptimi është i saktë, thotë se është pyet sipas këtij transmetimi, është pyet pejgamberi sa se a ndodh që besimtari të jetë frigacak? Tuz. Kënë se pejgamberi është përgjigj po. Frika me qenin me konë frigacak është dobësi e zemrës që jo të njerëzit e kanë atë guximin dhe trimnin. A ndodh kjo? Ndodh. A ndodh besimtari të jetë koprac? Thot po. Këto dy cilësi që ka kërkuar mbrojtje pejgamberi prej tyne. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wa min al-bukhl. O Zot, më ruaj nga dobësia ose çuçullaku, mos me konë njëri çuçan e tuç, po edhe nga kopracia. Mirë, po kur është pyet, a rën besimtari? Rën në kuptimin kedhem, rën që ka cilësi, tipar, veçori, rënën, a ndodh kjo thot jo. Edhe kjo qëllimi që thot nuk është besimtar, fjala është nuk ka besimtar se ka plotsu imanin, besimin obligativ, por ka bërë mëkat të madh për cilin meriton të dënohet. Dhe pjesa ose transmetimi i fundit nga Tirmidhi rahimahullah thotë se transmeton nga Abdullah ibn Umayr, i cili ka thonë idha kadhaba al-abdu tabaada anhu al-malaku milan min natni ose nutni ma jaa bih. Thotë Abdullah ibn Umayr, kur robi gënjen, thotë largohet prej tij me leku 1 milë larg. Për shkak kundërmimit të erës që ka ai fjalë. Kështu që me një fjalë, se me këtë përmbyll autori këtë kapitull, flet për kapitullit e radhës që ndërlidhen me gënjeshtrën, mirë po kjo pra është prej gjunave të mëdha, nga të cilat besimtari duhet të jetë i kujdesshëm. Në kapitullin tjetër, autori flet për shkeljen e premtimit, ikhlaful wa'd, që realisht është një lloj mashtrimi, një lloj gënjimi, ku njeri nuk e, se i përmend autori tash këtë edhe kapitullin e radhës, përmend çfarë ndërlidhen me gënjeshtën, e që edhe kjo është nga shenjat e monafikave, nuk është shenje besimtarve. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala në një ajet kuranor në surën Tauba, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala për shkak që shkelen premtimin ose besën që dhan Allah subhanahu wa ta'ala dhe për shkak që kanë qenë gënjeshtar, Allahu u alidhi hipokrizin thot në zemrat e tyre deri ditën kur do takohen me ta. Pra hipokrizia u lidh në zemrat e tyre
u mbjell zemrat e tyne, u bë dukuri e pandashme, ose vërtet i tyne, për shkak këtyre cilësive tjera që kanë vazhdu pra të shkelin besatimet, besën e Allah subhanahu wa taala, dhe për shkak që kanë gënjy ose kanë rajt. Vazhdime përmend autori hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, ku thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath. Thotë shenjat e munafikut janë 3. Që transmetim kanë ardhur 3, disa kanë ardhur 4, që përmend edhe transmetimin tjetër. Thotë shenjat e munafikut janë 3. Idha haddatha kadhab. Kur flet ran. Por dikoj më thon kur flet ran, do të thonë ai veç ran vazhdimisht tani thuhet. Ai ran. Sa flet ai ran. Më bo shprehia e tij ran. Ose dikur ka herë a dikur s'ran filoni kur s'flet. Që vazhdimisht veç. E dyta, thot wa idha wa'ada akhlaf. E kur premton e shkel premtimin. Premtimi ka të bëjë me të ardhmen e dim. Premton diçka në të ardhmen e shkel premtimin. E kjo lloj bese që thyn besën që ka dhënë. Wa idha tumina khan. E kur i besohet diçka tradhton. I le diçka në besë, i le diçka në përkujdesje, nuk e run, nuk e jap mundin, mirë po e shkel atë besë ose tradhton atë emanet që ju kalon. Nifaku në këtë rast, ka thonë pejgamberi, nuk është, domethënë këto 3 shenja janë shenja të nifakut. Që thamë edhe më herët, sikur rana që është shenja e kufrit, o shenja e nifakut, çashtu edhe shkelja e premtimit, çashtu edhe mashtrimi edhe mos përmbushja ose mos rujtja e diçka që to shlon në besë, gjitha këto janë shenja të munafikut. Dhe se këto, që thamë, si cilësi mundet në një me kon të besimtari, mirë, po janë cilësi e munafika, janë cilësi e pabesimtarëve. Kurse nifaku është 2 lloje, e dim, është nifaku në zemër ose në akide dhe nifaku në vepër. Nifaku në akide është që njeri me gëny dhe me dëshmu atë që se ka në zemër, në paraqit musliman kurse nuk është musliman. Kurse munafiku në vepër është çaj që flet, rran, çaj që premton e mashtron, dhe çaj ose shkel me premtimin, ose ai i cili lidh diçka në besë dhe nuk e ruan besën e tij, po tradhton. Në vazhdim, autori përmend hadithin e Abdullah ibn Omerit, ku i dërguari sa ka përmend 4 cilësi. Thot, nëse gjenden te një person, ai është munafiqan khalisan, ai është munafik i kullum. Munafik i kullum, ç'është kuptimi i kësaj? Është zor me gjetë një njeri që ka tëna që të ju në mledhë të aj, edhe janë shprehit tinaj, edhe me konë musliman, që ata këtu të shpinë pëgjur, këtu të shpinë gjenem, këtu të shpinë qesin komplet, kur bohen bashkë të najtë njeri. Është zor nëse pra tëna që të cilësi mledhën të një të person, qaj, vetë se në zemrën e ti, ka defekt madhë. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e nëse është një cilësi prej këtyne, a i ka një cilësi prej cilësive të munafikut derisa e len ato, ose ka një shenjë, ose ka një hise të munafikut derisa e len atë. Edhe tumin e khan, kur i besohet diçka, nuk e runa, wa idha haddatha kadhab, e kur flet ran, wa idha ahada ghadar, kur e jap besën tradhton. Pra si runë marrveshjet, që mbo kontratat, besat që ka një mashtron dhe tradhton. Wa idha khasama fajr, edhe kur polemizon e tepron, qëllimi është që e flet pastaj të pavërtetën. Sikur që njëri për shkak të nervoze i mohon tjetrit, ndoshta i ka bë mirë. E kjo zakonisht që shkruan në hadith është të shprehje te gratë ose te disa gra, të cilat ka shi burrit vet, nëse një kohë të gjatë është për kujdese, është sill mirë me to, për një çështje diçka, i hedh gjitha poshtot, kur prej te s'kam po hajër, ose s'mgove, kur, ose si farsane, që realisht është me hedh poshtë gjitha ato që i ka bërë. Si do që tjetë, është edhe kjo që
Këto cilësi pra, si kur gjunohat, se të në gjunohat vllazni, që qojnë në kufër dhe janë dek të kufrit, ashtu edhe këto cilësi janë cilësi të nifakut dhe Allah në rujt e qojnë njeriun drejt nifakut edhe drejt hipokrizisë. Autori vazhdim paralajmëron për një çështje e cila për mos kujdesit ka lënë në gënjeshtër. Kapitulli veçan ka përmend sot rreth fjalës kanë thonë ose than posuhet. Kjo kur e bën njëri këto? E bën kur nuk është i kujdesshëm me vërtetu, me u siguru se çaj lajm është i saktë apo jo. Edhe mjafton për një njeri që t'jetë rëndës që t'i bërë fjallët e njerëzve. Pa i kontrolu, pa i vërtetu, pa u siguru e janë të sakta, apo nuk janë të sakta. Ki me rajtë gjithsesi, nëse nuk je i kujdesshëm, i vërtetu fjallët e njerëzve, po je pe atyre që veç bartin fjallë, pa kur farë kontrole, atëherë dhije që a njeri, mos i beso ati njeri që bart fjallë. Orë që si ka në fatke që disa njerëzve, natyre ti, që sa filoni, sa fisteku, veç sa postuhet e veç kjo është cilësi faktikisht që ose një gjatë që njerën gjithsesi kome shty drejt gënjeshtës. Këto autori përmend ajetin kuranor i cili flet për në mesin e ajeteve të shpifjeve që ka bëu Aishës radhiyallahu anha, mirë po mes tyre thot Allah subhanahu wa taala إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Thot Allah subhanahu wa taala ju përcëllshët me gjuhët e juja. Do të thonë se ishit fjalë pa vërteta, i barçit prapë me vetim, fjalë me gjuhët e juja. Dhe flisnit me gojët e juaja me lejse dhe kumbihilm, që s'kini pas teori për to, se kini vërtetu lojmin, a është i sakt, apo ju. O tahsebunehu hayyina, ju ato e kini llogarit të lehtë. Wa huwa inda Allahi azim, mirë po këtë Allah është e rëndë. Është e rëndë me shpif për dikën, me akuzu moralin e dikujt. I kini një fjalë, çka? Pa i vërtetu ato i kini bart. Po flitet valla. Po thojnë që filoni ka bëu kështu. Kjo po thojnë pa vërtetu, duke u nxitu, njeriu e çon drejt gënjeshtës dhe drejt mëkatit. Kto pra Allah azza wa jall e çorton shoqërinë muslimane në tënësi që kanë bërë disa fjalë, kanë marrë për gojë pa i vërtetu gjonat. Me qenë se Allah azza wa jall i ka në ajete tjera i lavdron besimtarët e sinqertë të cilët kanë mojt gjuhët e tyre dhe në kontë kujdesshëm. Mirë po, në mesin e qërtimeve është edhe kjo që përmend. Ajeti tjetër thot Allah azza wa jall ya ayyuhalladhina amanu idh ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, thot Allah subhanahu wa taala, o ju që keni besuar, nëse vjen tek ju një i pandërgjeshëm, i pandershëm, atëherë të siguroni. Ju vjen, ju sjell një lajm, atëherë siguroni, a është e vërtetë çaja apo nuk është e vërtetë. Kështu që njëri do të ketë kujdes. Autori përmend këtu hadithin e Hudhaifës dhe të Ebu Mesudit radhiyallahu anhu, që kanë transmetuar se i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka thonë bi'sa matiyatu ar-rajul za'amu. Thot sa mënyrë e keqe është e njerit kjo fjala posojnë, kanë thonë, për të heqë vërejtë e përmesëm nga kjo shprehje dhe nga kjo fjallë. Dhe pastaj, hadithin tjetër se i dërguari sëtëm ka thonë, kefa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a, mjafton njeriu në gënjeshtër që ai të thotë çdo gjë që e dëgjon. Në momentin që ti thu çka do të vjen vesh, çka do të nish, ti kimë thonë edhe ato që është e pavërtetë. Dhe e fundit që ndërlidhet prapë edhe kjo me gënjeshtën, kapitulli veçantë ka bëu autori, thotë gënjeshtra për kapitullin rreth gënjeshtës dhe talljes ose humorit. Ku shpesh këtu njerëz të rranë për miqtë të tjerë me kesh, tallën, imitojnë të tjerë,
për me shti tjertë me kesh. E thot Allah subhanahu wa ta'ala, qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Autori sjell këtu hadithin, ajetin që ndërlidhet me rastin e Benu Israelve, të cilët Musa alayhis salam i urdhëron me që është vrarë një person dhe nuk dihet vrasë se kush është dhe urdhëron me prej lopën. Dhe ata çka thonë? A do të tallësh ti me neve? Musaj ta çka ka lidhje, pse me prej na lopë? Sot Musaj, a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Kërkoj mbrojtjen e Allahut që të jem nga ignorant. Tallja është ignorancë. Me u tall dhe me bë hajgore, po bën hajgore ti çka ka lidhje lopa me atë. Mirë, po në fund ajo mishi i saj ka dëshmuar të vërtetën. Mirë, po si të që tjetë është ignorancë dhe nuk i takon një muslimon, një besimtari me u tallë, edhe me bë hajgore. Dhe më thonë me diçka që ndërlidhet me rastet në loja me gjona, e limo me kanë cilësi, ose me kanë një gjatë që e bojnë pejgamber. Autori vazhdim e përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thotë: "Laysa al-kadhabu alladhi yuslihu bayna an-nasi fa yaqulu khayran aw yumi khayran." Mirë, po për dallim, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë nuk është rëndë, thotë ai njeri i cili i bashkon, i pajton njerëzit dhe synën të mirën. Pro qëllimi është që ka njeri me përdor shprehje dhe fjalë që nënkupton më shumë se një kuptim, a? Kësi shembull mundet me pas shumë. Për shembull në rasti për shembull përmend Sheikh Abdul Razzaku, për shembull, sot kur dy probleme, kur dy njerëz kanë probleme, sot i mkon te ai edhe ka bërë dua për ty. E ka qëllimin që ka bërë dua, se muslimani bën dua për këtë musliman. Ose kuptime të ngjashme, dhe qëllimin e ka për mi pajtu, për mi afru, përdor shprehje të cilat nënkupton nuk është gënjeshtër, nuk ka qëllimi, se autori përmend thotë këtu janë dy mendime. Mendimi i parë është se lejohet gënjeshtra për mi pajtu. Mirë, po sheikhi thotë mendimi më i saktë është se këtu lejohet me përdor një çuhet teorie, me thonë një shprehje që ndoshta dikush mund me kuptuar diçka tjetër, e vërteta është tjetër, mirë po nuk konsiderohet gënjeshtër. Mirë po, veç Zoti na ruaj në ekstreme raste shumë të rrolla ku njëri mundet edhe me rajt, po kur ka raste që absolutisht s'tash na vjen një transmetimi që ose po i trajtojmë këtë si çështje edhe me hadithin tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet nga Kulthumi, thot e njëjta person që e transmeton hadithin më herët, thot se e kam dëgju se lejohet prej fjalëve të njerëzve, nuk lejohet me thonë gënjeshtra përveç në tri situata: në luftë, për mi pajtu njerëzve, dhe bisedat mes burrit të gruas dhe gruas e burrit. Do me thonë, ajo përcjell se është e lejuar në këto tri situata me gënjim me rajt. Mirë, po çu thash, sheikhu e përmend që nuk është fjala për gënjeshtër të qartë. Gënjeshtrat e qarta munden me konë vetëm situata ekstreme. Është dikush të niq dikon me vëra, për shembull shefët e ti, dhe i thu so këtu. Rën, kështu qëllimisht i rën këtu. Se më pyeti me pështu jetën e një njeri. Ose është rasti luftë, që është përmend luftë. Lejohet me rajt. Mi po kur raste që është ndaluar edhe ndaj qafirit me rajt. Për shkak të gjunave të mëdha që me hi dikush në shtetin islam, në besën tonë, e aty me tratu, e me vëro, ose mu qu dikush tjetër me vëro. Jënë dhe me thonë tash, këtë tema nuk është kuptimi përgjithshëm që shihet, ose që mundet e lexon dikush tekstin dhe kupton. Po këto tekste përputhen ose analizon me tekste tjera, në fusha të tjera, ani edhe dihet ose përcaktohet ku janë raste që edhe nëse është rënë e vërtet, lejohet, son pyetje mu shpëtu njeri, është pyetje mu shpëtu musliman, është situata ndryshme. Po ka raste ku asesi nuk lejohet. Sikur për shembull, ka raste ku njeriu i lejohet me bëhet një haram, një gjëna. Po supozoj, ato janë raste
domethënë hipotetike po them apo. Sa dikush ja kime hongër çto me zderë ja të vroj. Dhe është që nuk është hajgare, po është për ime. Detyrohesh për shembull se diçka. A lejohet? Jo. Lejohet këtu harame lejohen kur në raste ekstreme kur janë detyrueshme. Mirë pa lejet me thonë ja vroj e filon, ja të vroj ty. Lejohet të tash me vroj tjetrin për me pështu veten. Se cila çështje ka një kufi të veten, ose kuptohet në soza të caktuara. Dhe për fund, autori përmend dy ethere, të cilat realisht edhe këtu dyat janë të dobta, po që kuptimi i tyre padyshim përputhet me parimet e thonjës të vërtetës. Thuhet, transmetohet nga Abdullah ibn Amir, thotë thirri nona në një ditë përderisa tek ne ishte i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe tha hajde me t'jap diçka. Dhe pejgamberi alayhis salam i tha çka po të thotë me jap, çka dish të thotë me jap, thotë e po ta një hurme me ia dhon. Hajde edhe me mor fëmin, po edhe me ia dhon një hurme. Thotë pejgamberi alayhis salam në rregull thotë se për ndryshe tu kish shkruë rran. Para mendë, tu kish shkruë rran. Kjo është e njëjta thënë dietorët edhe me hajvan, edhe me kofsh. Me mashtru ti kishe këm ose me që përdorim fjalë, domethënë varësisht për llojit baktive, ti me i nill, me i thirr, a realisht s'ki kur gjë me i dhon. Me të njëjtin kuptim ka ardhur edhe transmetimi tjetër nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, men qali li sabiyin hat ta'al u'tika thumma lam yu'tihi fa yakdhab. Thotë nëse njeriu thotë një fëmijë, hajde po t'japi diçka dhe nuk i jap, thotë kjo është rran dhe është organiste. Këtu po përfundojmë. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad.